Kontrata sekrete e $6 milion me lobistët amerikan e fshehur nga Berisha dhe kupola e PD-s është një kampan alarmi për qytetarët dhe sinjal politik se opozita ka vetëm një plan, rehabilitimin e imazhit të familjes non grata. SPAK duhet të jetojë burimin e milionave që Berisha po përdor për të larë faqen e zezë në SBA, publikimi zyrtar në regjistrin amerikan të lobimeve i kontratës $6 milion që Partia Demokratike ka lidhur në SBA për llogaritë të Sali Berishës, përbën një skandal të përmasave të rënda politike dhe morale. Është skandal sepse një kontratë e tillë nuk është bërë publike as për militantët e PD-s, e aq më pak për qytetarët shqiptar, duke u mbajtur plotësisht e fshet nga vetë Berisha dhe kupola e tij në krye të PD-s. Për më tepër, vetë Sali Berisha ka mashtruar publikisht, duke deklaruar disa herë se nuk po kryen asnjë lobim në SBA për të hequr damkën non grata. Faktet flasin ndryshe. Kontrata me kompaninë amerikane Continental Strategy ka vlerën marrëvendëse prej $6 milion me koste mujore nga $250.000. Objektivi i kësaj shifre kolosale është i qartë: pastrimi i fytyrës së nxirr të familjes Berisha në Shtetet e Bashkuara përmes kontakteve në Kongres, Senat, Departament të Shtetit dhe qarqe influente republikane në Washington, ndërsa lobimi në vetvete nuk përbën një fenomen të ri, pasi shumë figura të njohura politike në rajon, përfshirë Milora Dodikun e shpallur non grata, kanë paguar shumë të mëdha për të rehabilituar imazhin. Problemi këtu qëndron në dy pika kryesore: sasia e parave të harxhuara dhe fshehja e kësaj lëvizjeje nga opinioni publik. Shuma prej $6 milion është një shuplak në fytyrë për gjithë qytetarët shqiptar, dhe sidomos për elektoratin opozitar, i cili beson se PD po lufton për kauza ekonomike dhe sociale kundër regjimit e Edi Ramës. Është paradoksale që Berisha flet çdo ditë për varfërinë e shqiptarëve, ndërkohë që fshehurazi derdh miliona dollar vetëm për të rehabilituar veten dhe familjen e tij në sytë e politikës amerikane. Politikisht, kontrata e $6 milion e jep një mesazh të qartë dhe të rrezikshëm për opozitën. Ajo dëshmon se PD-ja e kapur nga Berisha nuk ka asnjë plan për rinovim të elitës politike, por po shpenzon shumë astronomike për të betonizuar figurën e një familjeje të vetme. Ky mesazh është i qartë për gjithë ata që mendojnë se opozita mund të ndryshojë apo të rinovohet me standarde perëndimore. Një tjetër pyetje themelore mbetet pa përgjigje: ku i gjen Sali Berisha $6 milion për lobim dhe miliona të tjerë për gjyqet në Londër dhe SBA? Nëse këto para janë paguar nga garanti Nureddin Seçi, ai duhet deklarojë menjëherë burimin e tyre, pasi shuma të tilla nuk mund të justifikohen lehtë. Kujtojmë se ky nuk është rasti i vetëm. Berisha shpenzoi mbi €500.000 në gjyqin e dështuar në Londër për non gratën e tij, ndërkohë që djali i tij Shkëlzeni pagoi $100.000 për procesin gjyqësor në SBA për skandalin e Gërdecit. Të gjitha këto fatura marramendse kërkojnë një përgjigje të menjëhershme nga drejtësia shqiptare dhe SPAK, i cili duhet të nisë urgjentisht hetimet për pastrimin e parave e burimin e miliona dollarëve që Sali Berisha ka vënë në dispozicion vetëm për të shpëtuar fytyrën e tij politike të rënuar nga Amerika. Nëse SPAK hesht para këtyre fakteve publike, atëherë edhe kjo drejtësi do të mbetet pjesë e paktit mafios politik që shqiptarët e vuajnë prej më shumë se 3 dekadash.